Këtë edicion informativ po nisi me lajmin për masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, të cilat i shkaktuan dëm financiare politik vendit, më në fund u larguan. Emeritat për këtë zhvillim dikush po vlerëson se nuk i takojnë presidentës së Kosovës Vjosa Osmanit. Njohësit thonë se BE-ja veproi kësaj pas largimit të kryetarëve shqiptar nga komunat veriore. Për Kosovën. Nga Brukseli u lidh direkt për të dhënë lajmin e shumëpritur, heqjen e masave ndaj Kosovës. Pas diskutimeve intenzive me partnerët tanë, u morë vendimi që të gjitha masat të hiqen Kosovës. Por papritmas në kuadrin e Vjosa Osmanit u paraqit kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, që ja la krejt meritat presidentës së Kosovës. I ka zhblloku të gjitha fondet e bllokuara për kaq kohë. Këtë e konfirmoi edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përmes një njoftimi në X. Lajmi mirë për Kosovën. Kalimi i pushtetit në nivel lokal në veri pas zgjedhjeve të fundit lokale u zhvillua në mënyrë patësore. Fal kësaj jam e lumtur të njoftoj se po ecim përpara me heqjen e masave ndaj Kosovës. Po planifikojmë 216 milion euro ndihmë financiare dhe synojmë të lirojmë 205 milion euro në fillim të vitit të ardhshëm. Mirë, po roli i presidentës Vjosa Osmani në këtë çështje nuk po vlerësohet krejt pozitiv sipas një ish ambasadori të Kosovës. Negativ dhe pozitiv. Negativ mas pari se si përgjegjësi për politikën e jashtme është dashur me gjetë një nga 27 vendet që kishte me blloku procesin e mos më vendosë masa. Edhe pse përgjegjësia kryesore e kryeministrit të jashtme dhe Kurtit, aty është bën një lëshim shumë i madh i diplomacisë kosovare, një humbje e madhe që fatkeqësisht është një së merret me këtë. As ligjëruesi në Universitetin Adker në Oslo të Norvegjisë, Abid Hoxha, nuk beson se Vjosa Osmani ndikoi në heqjen e masave. Po nëse presidenti ka pas rol me hiq këto masa, pse si ka hiq para 4 viteve? Pse si ka hiq para 3 muajve? Pse si ka hiq para 2 vjetëve? Po ka hiq bashkë tash. Domethënë është e pa logjikshme me thon presidenti atë që unë i marr meritat për këtë punë, po këto po mundohen me kapitalizu të gjithë. Për këtë punë mas pari gjithë kanë fajet që në vënu mas pari këto sanksione. Megjithatë, fjalët pozitive për shefin e shtetit në Kosovë, Edi Rama i vazhdoi edhe të njëjtën. Për hir të vërtetës, më duhet ta them, presidentja e Kosovës ka shkëlqyer. Eurodeputeti holandez Thijs Royten ka thënë se pasheqjes së masave të Bashkimit Evropian hapi radhës së shqyrtimi i aplikimit të Kosovës për statusin e vendit kandidat. Ai i ka quajtur politik katastrofale të BE-s masat ndaj Kosovës. Më në fund, uri me Kosovë, çfarë katastrofe ka qenë kjo politike e BE-s. Tani mund të vazhdojmë përsëri rrugën evropiane të Kosovës e radhës të procedohet aplikimi i antarësimit të vendit që ka mbetur në sirtar prej vitesh, ka shkruar ai në platformën X. E tash që në krye të komunave me shumicë serbe janë kryetarët e rinj, këta votuan për largimin nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, duke vlerësuar se nuk përfituan asgjë nga kjo bashkësi. Në vend të kësaj, kryetarët serb kërkojnë një asociacion veç mes tyre. U kthyen në krye të komunave me shumicë serbe. E një ndër veprimet e para që ndërmorën kryetarët e rinj ishte votimi që të largohen nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Madje kryetari i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, u shpreh se nuk kanë parë përfitim nga kjo bashkësi. Gjatë periudhës së deri tanishme, gjithashtu nuk kemi parë asnjë përfitim nga ky asociacion. Kërkesa e qytetarëve të cilët na kanë dhënë mandatin është më së qartë dhe mendoj se ky kuvend komunal duhet të votojë për daljen e komunës së Mitrovicës së Veriut nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Madje këta tash po kërkojnë që të jenë pjesë e një bashkësie të veçuar të komunave me shumicë serbe. E Asociacioni i Komunave të Kosovës e ka pranuar tashmë tërheqjen e tyre. Derisa kryetari i këtij asociacioni, Sazan Ibrahimi, thotë se qëllimi kryesor i tyre ka qenë mbrojtja e interesave të autoriteteve lokale. Mekanizmi jonë asesi nuk është politik apo etnik, po gjithmonë kemi synuar që të mbrojmë interesat e autoriteteve lokale pa marrë parasysh se kush udhëheq me ato komuna. Si ngjarje jo të mirë këtë zhvillim po e cilëson ish kryetari i Zveçanit Ilir Peci. Nuk është kjo ngjarje e mirë për shtetin tonë, për vendin tonë, mirë po të shumë tash është në dorën e Ministrisë për Shtetit Lokal.
Ndërsa kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, nuk u deklarua për këtë zhvillim gjatë së enjtës. Kryeministër, si e keni pa tërheqjen e komunave mberi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës? E Kurti sot vizitoi shoqatën Hendikos, nga ku pa emocionuar gjatë takimit me ta. Madje kryeministri në detyrë, që ka udhëhequr vendin për 4 vitet e kaluara, premtoi mbështetje për këtë kategori të shoqërisë. Asnjëherë nuk është parë më i emocionuar. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, të enjtën erdhi në hapësirat e shoqatës Hendikos për të dëgjuar zërat e personave me aftësi të kufizuara që kërkuan vëmendje e ndihmë për vite me radhë. Ankesat ishin të shumta e kritikat nuk munguan, sidomos ndaj fondit për sigurime shëndetësore. Shkoj në fondin sigurime shëndetësore dhe thanë, mos apliko hiç ta se proteza është luks. Me çfarë të drejtë, kryeministër? Kush ka thonë ashtu? Fondi sigurime shëndetësore. Ma ka thonë një njeri veçantë për vetë, kush është ta gjejun. Me këtë rast mbeti i habitur kryetari i vetëvendosjes. Fondi sigurime shëndetësore zotohet që e rimburson një protezë në vlerë prej 5.750 euro. E profaturat e mia ka qenë 44.000 euro. Gresa Stubla e Hendikos tha se nuk do ta lë Kosovën, por kushtet brenda shtetit po ja pamundsojnë jetesën normale. Kur er puna që unë me pas mbështetjen e shtetit, po më duhet me ik, po nuk po du. Pas nuk po moj me nejt këto, se s'po mund dhe me lëviz. Çka supozohet me po? Çka mendon qeveria për këtë raste? Po, tash, unë mendoj që do të më nejt. Qysh? Edhe qysh korrën? Kryeministri në detyrë premtoi që jo vetëm ajo, por kushte më të mira do të jenë për secilin prej tyre që ka nevojë. Do të flas me fondin kosovar për eficiencë të energjisë, në mënyrë që të merremi me objektin që e keni këtu, të mos jetë kësaj i ftohtë dimrit e tepër i nxehtë. E se mbështetja është e domosdoshme, e tha edhe vetë drejtori i kësaj shoqate, Afrem Aliqi. Sa i përket personave me aftësi të kufizuara, kryeministër, gjitha vendet qëndrojnë më mirë se sa na. Hendikos ka një databazë me 18.000 antar me aftësi të kufizuara fizike dhe të kombinuara të moshave, gjenive dhe etnive të ndryshme. Ndaj Kurtit patën akuza nga Lidhja Demokratike e Kosovës rreth publikimit të bisedave nga përpaskenat e emërimit të Faruk Mujkës si kryeshef në Iber Lepens. Këta në një konferencë për media ftuan organet e rendit që të merren me këtë çështje. Një ditë më parë u publikuan biseda nga përpaskenat e emërimit të Faruk Mujkës si kryeshef në Iber Lepens. Kaltrina Demiri për kryeshef në Iber Lepens. Në dosjen e prokurorisë të publikuar nga mediumi Vox Kosova, shihen komunikimet e tij me ministren Rizvanolli e Dejona Mihajlin për gjatë vitit 2022. Sipas mesazheve të publikuara, Mujka kërkonte nga këto të dyja të ndikojnë në emërimin e tij në atë pozitë. Për këtë rast ja përcolla Artanës. E të enjtën Besial Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës jala emrin ekzekutivit të Kurtit si qeveri e WhatsAppit. Në media kemi parë zhvillimin e skandalit të radhës të vetëvendosjes. Aty u shpalos manuali vetëvendosjes se si mbyt shpresën një të riu që mëson fort e pastaj dëshpërohet fort sepse mbetet i pa punë, i pa shpresë, veç pse nuk e ka WhatsAppin e Dejonës. Ndërsa antari tjetër i LDK-s Berat Rukiqi tha se vendi është shndërruar në qeverisje të kopjes së shtetit e jo të demokracisë. Ai ftoi organet e rendit që të merren me këtë çështje. Militantëve të vendosjes, siç e kemi parë në shumicën e bordeve, janë ata që pozicionohen në pozitat kyçe drejtuese në ndërmarrje publike. Kjo cënon barazin punësim dhe parimin e meritës dhe njëherët është vepër e qartë penale, prandaj vazhdojmë, kërkojmë, siç kemi kërkuar 4 vite, aktivizim të organeve të rendit dhe të ligjit. Pas publikimit të mesazheve nuk ka pasur ndonjë reagim nga Artani Rizvanolli apo Dejona Mihajli. Nga ne, vetë suksese. Partitë politike kanë vazhduar aktivitetet në ditën e dytë që zyrtarisht filloi fushata në komuna të ndryshme, subjektet të mbajtën tubime zgjedhore, nga ku premtuan shumë para qytetarëve.
Për dallim nga partitë tjera, Nisma Social-Demokrate e hapi fushatën zgjedhore të enjtën. Në sallën e kuqe u prezantuan kandidatët e kësaj partie që do të jenë në listën zgjedhore të 28 dhjetorit. Kandidati nga kjo parti, Fatmir Limaj, u shpreh se vetëm përmes bashkimit të vendit do të bëjë progres. Kur momentet vështira, rreshtohemi bashkë. Pas të bimit në Mitrovic, Albin Kurti vazhdoi me takime me qytetarë në Suarik. Kryeministri në detyrë u shpreh se për hir të parë bëri shtesat për fëmijë dhe mbështetjen për nënat lehona. Nënat lehona dhe jo vetëm ato lehona, po të gjitha nënat do t'i marrin edhe mjetet për fëmijët e tyre, prej 0 deri në 16 vjeç. S'ka pas në Kosovë për më shumë se 2 dekada shtesa për fëmijë. Betri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës premtoi uljen e çmimeve e ngritjen e pagave 50%. Në palestrën e sportit në Vushtrë gjithashtu zotua se do të ulin TVSH-n për produktet esenciale. Do ta ulim TVSH-n për produktet esenciale dhe për shumë prej tyre do ta bëjmë 0 ashtu që çmimet e tyre të ulen. Ai u shpreh se viteve të fundit ka pasur shumë premtime, por pak prej tyre u realizuan. Viteve të fundit janë dhënë premtime të mëdha, por rezultatet kanë qenë shumë të vogla. Me tone kritikuese ndaj qeverisë në detyrë ishte edhe Lumir Abdigjiku. Ai në Gjakov tha se po jetoi në një periudhë të vështirë. Për këtë ai përgjegjësinë po ja lë qeverisë që sipas tij ka keq qeverisur. Dhe sot Kosova ndodhet në një nga momentet më të vështira politike që nga shpallja e pavarësisë. Dhe nuk e them këtë për ndjedhur e për të fiksuar e për gjallur pasiguri. Gjërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka mbajtur takim në komunën e Gjilanit. Edhe 9 ditë me 28 dhjetor, vendi do të shkojë në zgjedhje parlamentare për herë të dytë, derisa është hera e 4 që qytetarët dalin në votime. E në Shqipëri, ku vendi u shoqërua me kaos e përplasje sot. Deputetet e Partisë Demokratike tentuan që të ulën në vendet e ministrave duke u përplasur edhe me gardën. Madje në drejtim të kryeparlamentarit Niko Peleshi u hodh edhe ujë. Seanca nisi me tensione e zhurma në sallë. Hapim seancën plenare. Pak sekonda më vonë, deputeti Belind Këlliqi ndezi një flakadan. Në këtë moment pati një përplasje mes deputetëve opozitar dhe gardës. Gjatë gjithë kohës kryetari i kuvendit bën të thirrje për rikthim në normalitet. Deputetët zënë vende ndërprisni veprimet e dhunshme. Kur Niko Peleshi lexon të rendin e ditës, filluan edhe hudhjet e gjësendëve. Sipas këtij traktati. Në drejtim të kryeparlamentarit u hodh edhe ujë. Dëgjohet. Gjatë gjithë këtyre përplasjeve, tek foltorja qëndronte lideri PD Sali Berisha. Për disa shtesa dhe ndryshime në Sipas pikave të rendit të ditës, koha erdhi edhe për betimin e avokatit të ri të popullit. Dhe të drejtat themelore të njerëzve pa dallim. Prezenca e tij në seancë plenare nxiti reagime edhe më të ashpra nga të zgjedhurit e popullit. Endres Shabani pas vetimit pati një përshëndetje të veçantë për opozitën. Fillojmë me çështje sipas rendit të ditës. Pas përsëritjes së sjelljeve të dhënshme, kryetari Peleshi atëroi qeveritin disa herë deputetit të PD-s deri në përjashtim. Zoti Balliu përjashtohet nga seanca e ditës së sotme. Pas një pauze 5 minutëshe, u rikthyen punimet në seancë sërish me të njëjtin tension. Mes shumë zhurmave, fjalën e mori kryetari i grupit parlamentar të PD-s, Tauland Balla. Duket që opozita nuk do ta zhvillojmë seancën. Ju lutem hidhni në votim propozimin tim për të kaluar me njëherë në votim. Gjatë votimit në seancë, u ndezën sërish edhe 2 flakadan, e transmetimi u mbyll pas një kaosi gjigante krijuar në sallë. Gjersa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vizituar ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në Hag në objektin e gjykatës speciale, të cilin e ka quajtur teatri i turpit të drejtësisë ndërkombëtare. Rama ka thënë se ka biseduar me Thaçin dhe se ka gjetur atë në formë të qetë të buzëqeshur. E kam gjetur komandantin në formë të qetë të buzëqeshur, si çdo i pafajshëm me karakter të hekurt, edhe pse me ndalime absurde të drejtash minimale që i ishin hequr krahasimisht me herën e kaluar,
një turp me veten me një fjalë. Kemi folur për familjet, për miqtë e përbashkët, për Shqipërinë e për Kosovën, për Skënderbeun e Aurel Plasarit, që m'ja pataquar më parë, për librin e fundit të Kisingerit që ja qova këtë herë, për 2 a 3 libra të tjerë nga moria e leximeve të tija në këtë vend, të cilin me të qeshur Hashimi e quan institut, ka shkruar Rama në Facebook. Pensionistët në Kosovë po e mirëpresin vendimin e Gjykatës Supreme përmes të cilit më nuk do të jenë të detyruar të paraqiten për ta dëshmuar se janë gjallë. Deklarojnë se kjo ishte kërkesë që e kishin adresuar kohë më parë. Problemet shëndetësore ja pamundsuan ardhjen me kohë. Andaj disa ditë me vonesë Remzi Beqiri erdhi në departamentin për pensione në Prishtinë që të lajmërohet se është ende gjallë. Pavarësisht arsyetimeve që i pati, pensioni për muajin dhjetor nuk do t'i dalë në bankë. Arsyeja tha nuk e ardhë mu lajmërue. Unë s'ko mujtë mu lajmërue, a vjen njeri i smut për Jonozav që është në regjim shtrati, edhe me ardhë mu lajmërue. Kjo është me të vërtet që di, si përfundim, unë kom jetë pa pare deri me 16 janar. Kjo është, çka me botani, nuk i e bërim tjetër. Pikresh për këtë problematik të mërkurën, Gjykata Supreme i ka shpallur të paligjshme nene që obligojnë pensionistët të lajmërohen në departamentin e pensioneve. Por kjo ende nuk ka hyrë në fuqi. Ky vendim është shumë i mirë, nëse zbatojnë, po unë nuk po besoj që kanë me zbatuar. Po është turp me pru njerëz të moshuar në këtë më shtym njerëz që s'mujnë me lëviz, edhe me ardhë mu paraqit çdo 6 muaj. Kjo tha jo tha, shkoni me në veshtajon supreme atje. Gjithsesi vendimi po mirëpritet plotësisht nga pensionistët. Po që son vendimi drejt kur më të maltertu marë njeri smut, ane e këne më të hub kohë. Vendimi drejt edhe i duar faleminderit për atyre që e kanë pru këtë vendim. Unë të tërstanë zdi që kam ju falenderu ma tepër se ka të më shurë së në vjen. A i kur des e vjen e shlyn nalet ato kontributet nalen. Ashtë një maltretim që u darë gjithë 6 muaj për shumë me ndërpre një najdi, ku nëse kështu edhe më ardhë, mua që më ardhë. Tani shqyqër që ju ka ranë mend edhe e kanë pa të arsyshme se nuk ka nevoj më ardhë me tregu që je gjallë. Ndërsa nga shoqata e pensionistëve thonë se një kërkesë e tillë u adresua vite më parë. Është një vendim i rëndësishëm i dorës parë dhe një vendim që është dashur të merret më herët, gjithsesi është dashur nga ata që kanë miratu ligjin për skemat pensionale të financuar nga shteti të mos e venin fare si kusht. Gjykata Supreme të mërkurën konstatoi se paragrafët ku parashihen pasoja për pensionistët, siç është ndalimi i pensionit, nuk janë në harmoni me ligjin dhe si të tillë janë të paligjshëm. E një vendim tjetër të Gjykatës Supreme ka vendosur ta zbatoj zyra e rregullatorit të energjisë. Vendimi që ka të bëjë me shfuqizimin e dy neneve të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, u tha se pritet të ketë ndikim pozitiv. Kishte mospërputhje mes dispozitave ligjore dhe akteve nënligjore. Për këtë arsye, Gjykata Supreme shfuqizoi dy nenet të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Sipas gjykatës, ato krijonin pasiguri ekonomike për konsumatorët e energjisë elektrike në Kosovë. E pas një muaji u vendos të zbatohej ky vendim nga zyra e rregullatorit të energjisë. Nga ky institucion thonë se ky udhëzues nuk ndikon në marrëdhëniet juridike të bazuara në legjislacionin aktual. Gjykata Supreme ka bërë interpretim të detyrueshëm të neni 37 paragrafi 2 në lidhje me nenin 3 paragrafi 1.72 të ligjit për energjinë elektrike, duke ju referuar drejt për drejt neni 3 paragrafi 3 të direktives 2009/72. Gjykata ka sqaruar se drejta për shërbim universal u takon vetëm konsumatorëve familjar dhe ndërmarrjeve të vogla, të cilat, sipas përkufizimit të detyrueshëm të direktives, janë ndërmarrjet me më pak se 50 punonjes dhe një qarkullim vjetor ose bilans jo më shumë se 10 milion euro. Vendimi me 5 vota për dhe asnjë kundër konfirmon zbatimin e këtij vendimi.
Kështu qartësoi Ymer Feyzullahu, kryesuesi i bordit të ZRE-s. Atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohet edhe ky vendim që në një farë, siç është prezantuar edhe prej Departamentit Ligjor, është zbatim ose konfirmim i zbatimit vendimit të Gjykatës Supreme sa i përket udhëzuesit i cili vetëm se ka qenë i fuqizuar që nga viti 2021. Ky vendim i Gjykatës Supreme pason pas padisë udhës ekonomike të Kosovës kundër zyrës së rregullatorit për energji lidhur me daljen e detyrueshme të bizneseve në tregun e lirë të energjisë elektrike. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar gjykimi në rastin e njohur si 400 kg kokain, ku në seancën e shenjtës ka dhënë dëshminë shoferi i kompanisë Femi Bytyqi. Ai ka dhënë detaje se si kishte shkuar procesi. Rasti i njohur si 400 kg kokain po shkon drejt fundit të gjykimit. Këtë ajt e dha mbrojtje një nga të akuzuarit për këtë rast që në kohën e arrestimit ishte shoferi i kamionit. Femi Bytyqi para trupit gjykues tregoi se gjatë transportit të maunës që brenda kishte kokain nuk ka pasur ndonjë procedurë të veçantë. As s'ka ndryshu, as s'ka marrë kur farë udhëzimi tjetër, si zakonisht, procedurë e rregullt. Po, procedurë të rregullt. Ditë e zakonshme. I akuzuari Bytyqi tha para gjykatës se nuk ka pasur komunikim të rregullt me të akuzuarin tjetër, Izet Sheqirin. Unë Izetin përveç inqizimit që kom cek dhe në dosje që kam ato, është kom procedurë e punës, me javë ka pas që as kom kontaktu, as mund me ndodhe as se kom pa. Bytyqi përshkroi procedurat e zakonshme të hapjes së një kontineri gjatë momentit të pranimit të mallit në prezencë të doganierëve. Si punëtor kam për detyrë mi kput blombat. Mi hap dyrt, masën e ai e merr vendimin e vet. Ku çapo doj me bë, me hap këtë paleta, paketa, cilën do vetë e bën. Ai është e drejtë e tina, që do mundet me bësë, së në japën e udhëzim atina, ku do me hapti, që do me bësë. Avokati Florent Latifaj në këtë moment pati një pyetje të drejtë për drejtë. A i ka drejtë në fund argoni të shkëmi? Pak, shpyru pak, në dojnë në publike, shpyru pak, a dhe këtë kontrolu paketën e para të në fillet të të një. A dhe në qëtë këtë jashtë edhe kontrolon qëtë para. A ka drejtë për në? Ka drejtë për. Me shpjegimin e këtyre procedurave, përfundoi edhe mbrojtja të akuzuarit Femi Bytyqi. Ndërsa seanca radhës u caktua për të hënën, ku do të vazhdojë mbrojtja të akuzuarit tjetër, Kadri Sheqiri. Në Rahovec janë gjetur mbetje shtrore që dyshohet i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Në raportin e policisë thuhet se mbetjet janë tërhequr nga vendi i ngjarjes dhe janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime mjeko-ligjore. Njësitë policore nga sektori për hetimin e personave të zhdukur gjatë luftës në koordinim me Institutin e Mjekësisë Ligjore kanë realizuar një urdhëresë ku gjatë gërmimit e ekshumimit kanë gjetur mbetje shtrore që dyshohet se i përkasin të paktën një personi të zhdukur në kohën e luftës në Kosovë, thuhet në raportin e policisë. Qëndrojmë te zhvillimet rreth krimeve që u kryen gjatë luftës në Kosovë. Prokuroria Speciale ka njoftuar se kanë ngritur aktakuzën ndaj të pandeurit Ramadan Morina në ndyshimin për kryerjen e veprës penale krimi luftës kundër popullsisë civile. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se sipas aktakuzës me 31 mars 99 në fshatin Burim të komunës Malishevës, Morina në bashkëkryerje me pjesëtar të tjerë të forcave policore dhe ushtarake serbe ka marrë pjesë në vrasjen e 34 civilëve shqiptar. I pandeuri ndodhet në masën e paraburgimit deri në një vendim tjetër të gjykatës, ndërsa rasti i është kaluar për trajtim Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Në masakrën në Burim të Malishevës me 31 mars 99, forcat serbe fillimisht i ndan burrat dhe gratë, pastaj burrat i keq trajtuan dhe i masakruan. Ndër të vrarët, më i riu ishte 14 vjeçari Valon Morina. Gjersa në Malishev, sot ka qëndruar për vizitë zyrtar ambasadori Jonathan Hargvey, sa i u njoftua përsapërmi nga kryetari Ekrem Kastrati rreth projekteve të realizuara në këtë komunë. Mysafiri erdhi pak më herët se që e kishte paralajmëruar, andaj u desh të vraponte. Të njëjtën kryetari Malishevës Ekrem Kastrati priti në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar. Në zyre priti si që do zakoni e madje nuk i munguan as lulet.
Fillimisht ambasadori i uroi mandatin e ri kryetarit Ekrem Kastratit. Congratulations on your re-election. Pas pak takimi u mbyll për media. Pas rreth 40 minutave të dy folën rreth takimit. Përvoja e shtetit britanik është shumë e domosdoshme në qeverisin lokale, prandaj për mua është nder dhe kënaqësi e veçantë që pata mundësinë që ti shkëmbejmë idetë, përvojën, eksperiencën e Mbretërisë së Bashkuar në punën tonë, përkatësisht në qeverinë tonë lokale, që na dha mundësinë që Komuna Malishevës të ketë ide më të mira dhe plan shumë të mirë për zhvillimin e saj. E ambasadori foli edhe për zhvillimin e Malishevës. Për të gjitha aktivitetet që keni bërë për ta ndërtuar Malishevën dhe ekonominë e saj, duke shndërruar në një vend ku njerëzit duan të jetojnë, të vinë dhe të punojnë. E di që po punoni shumë dhe jeni thellësisht të angazhuar në këtë punë, duke bërë qytetin një vend gjithnjë më të zhvilluar. Ambasadori po nga afër edhe projektet e Malishevës që tashmë janë realizuar. Nga Malisheva kalojmë në Prizren, atje ku komuna ka vendosur që të ndaloj përdorimin e fishek zjarve nga data 25 deri me 31 dhjetor. Kjo me qëllimin që të evitohet incidentet si në vitin e kaluar ku fatkeqësisht pati edhe viktima. Deri në ditën kur do të vlej ky urrim, feston e kanë të ndaluar. Nga data 25 dhjetor, prizenasit s'kan të drejtë ndezin fishek zjarë për festat e fundvitit. Këtë vendim e mori një ditë më parë kryetari komunës së Prizrenit Shaqir Totaj. E për këdo që e shkel do të ketë edhe gjoba. Për këtë vendim foli zëdhënësia e kabinetit të kryetarit Jona Hoxha. Nga data 25 deri me datën 31 të ndalohen fishekzjarret në zonat publike, të themi në sheshe, në parqe, në zonat të banuara, në trotuare dhe gjithkund ku mund ketë frekuentim dhe rrezik potencial të lëndimit të individëve kalimdarëve të rastis ose përdoruesve të tyre. Kjo patjetër do të jetë edhe për siguri publike. Hoxha tregoi se në terren do të jenë policia e inspektorët, ndërsa thekson se ky vendim erdhi pas incidentit një vit më parë. Së bashku me një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me policinë dhe me inspektorët komunal, të cilët do të jenë në terren gjatë kësaj periudhe kohore për ta monitoruar gjendjen në terren, kurse fishekzjarret do të lejohen me datën 31 nga ora 11:30 deri në orën 24:30 pas mesnatë me datën 1 janar. E këtë vendim që do të parandalojë incidentet po i mirëpresin qytetarët. Vendimi i arsyeshëm edhe i drejtë, gjithsesi do të me ndalua dhe mos me leju një gjë të tillë. E të tjerët kanë më dyshje nëse do respektohet. Kisha pas qeshje sa më pak fishekzjarre, mos me pas dome së kur vitin e kaluam. Kjo është një vendim i qëlluar. A mendon që ka mu respektu për qytetarëve? Nuk besojnë, por dikon 70% besoj që po. Që vendim është shumë i qëlluar, normal. Duhet me qenë në kontroll edhe këto, sa ka mu respektu. Besoj që në një mas respektohet, po jo shkallë, jo për njerë, po s'pako mirë si iniciativë është. Një vit më parë me datë 31 dhjetor në Prizren, dy terrenj morën lëndime të rënda nga shpërthimi i fishekzjarreve. Dhe me këtë lajm po e mbyllim këtë edicion informativ të kësaj të enjte. Gjithë ju që ndatë këto momente me ne për të informuar, faleminderit. Gazeta Ekspres gjatë gjithë kohës sill lajmet në kohë reale, derisa në 20:45 ju pret edicioni më i ri emisionit Pressing me Leonard Korçuki. Faleminderit, mirëmbëjtje.